Po mirë, pasna po. Jo në do momente kurina do më thonë studio që është të vrapu, se që është të nëndzem puna, të nditën të nejtë moment fundit kështë po bojna diçka. Apo kuptoni, nejse, po me rëndësi që na jena këtu, jena prezent edhe deri në orën 18, kina mi u shëshru në Glam Radio, ndërsa deri në ora 17 jemi në Koha Vizion. Uroj që keni pas ditën e mirë sot, edhe pse ka qenë një ditë kogja ngarkume në komunikacion, sidomos ju që më na dëgjoni përmes radios edhe jeni në qytet në këto momente. E dini se Prishtina që prej orëve të para të mëngjesit ka qenë ngarkume, plus ka pas edhe disa aksidente, disa puçitje që i pash kështu në rrugë, sidomos në Fushë Kosovë, Mbresi, pastaj kish pas një kolon kogja të gjatë, një kamion e kish bllokuar komplet rrugën. Është mirë shmang dalë autostradës për momentin. Kështu në përmedia për me shmangat pjesë, por si do të jetë, na po presim në këto momente me na tregu se çysh është komunikacioni, edhe me na tregu për temën e ditës së sotme, është një temë shumë simpatike, se krejt e kemi ka një person të tillë në jetë. Unë për shembull e kam një të tillë në studio, këtu bashkë me mua. Kush është ai? Ai, kush është ai? Kush është ai ose ajo? Ose kush ta gjen qarën gjithmonë? Kjo është domethënë pyetja edhe tema për ditën e sotme. Krejt e kena ka një shok, ka një familjar, ka një kushëre, ka një koleg, çka do qoftë që gjithmonë ta gjen qarën. Për çka do qoftë i drejtohesh munot në ta bëni zgjidhje. Bile dhe ta bën zgjidhjen. Ti kone kicim? Mu e di që jo. Se kam studies që to, atë kështë të thonë vetës. Vetës, po. Jo, është gjithmonë njëri, përveç vetës është dikush që ta bën qarën. Po, dhe ajo është përgjigje, që gjithmonë ja gjen vetës qarën. S'mund është me thonë se është dikush që ta gjen qarën. Unë e thash për konsiderat, kështu edhe respekt që kam ndaj teje. Se dhone vetës ja gjen qarën që zakonisht. Po, është dikush, atë në kitë, është e pamundur, mos më mbështet ndonjëherë te dikush. Momentet më të vështira. Fion, sa për informat, po komunikacioni, me njerë për shkojna me komunikacioni, se më kanë orë do foto kështu të shpeta, na kanë tregu për rrugën Agim Ramadani, që është ngarkuar, dhe më thonë, edhe për shumë që edhe këtu ka kolon. Po, kujdes aty. Po e të gjëna kongën e parë hyrë, se vjen nga Yll Limani, atë kujtohet dashnia. Të lasë mirë, por jemi drejt për drejt edhe në YouTube, jemi drejt për drejt edhe në koha.net glamradio.fm për juve që s'keni mundësi përmes televizorit ose radios më na ndjek, keni mundësi edhe përmes këtyne përmes YouTube-it. Përndryshe, në Petrol Company në Hajvali, dizeli është për vetëm €1.12 e benzina për €1.13 për litër. Këtu janë çmimet që i ka sjell Petrol Company për në Hajvali, përndryshe për pikat e tjera, nëse doni me i ditë se si janë çmimet, thjesht veç shkoni tek Facebooku i Petrol Kompanis, edhe thuni a ka mundësi më bo pjesë të ati komunitetit në Viber, edhe ata të dërgojnë një link, edhe mund është me i pa çmimet edhe për pika të tjera të derivateve të Petrol Company. Që telefonata njëri që e lyp qarën një pari. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, qavën e një. Hajde, përparim si e? Shumë mirë, shumë fort. Mirë. Përparim kush ta gjen qarën ty gjithmonë? Qa? Kush ta gjen qarën? Kush ma gjen qarën? Po. A i kini person që ta gjen qarën? Po shonë të kërkush ma gjen qarën. A vish të vetës? Që dhe të kori dhe të prej. Okej, faleminderit. Hajde tung, vet tha i korim do këta vet i prej. Vet i korri, vet i prej, do është me thon vet i milli, vet i prej, po çfarë e lidhi, mirë nuk ka kes, nuk ka larg. Nuk është larg. Okej, para se me shku të telefonata tjetër, po shkojna pak deri te Go Plusi që ka nisur me kampanjën e re, mos harroni me një qershor kanë me udhuru 2 veturat e para, një në Kosovë dhe një në Shqipëri. Kjo vlen për krejt ata që kanë marrë pjesë në lojën shpërblysë dhe janë pjesë e shortit, duke shkruajt kodet që gjenden në nën kapakët e Go Plusit. Kështu që nëse halas keni marrë pjesë në këtë lojë, merrni pjesë sidomos që konsumoni dhe pëlqeni Go Plusin, merrni pjesë në këtë short se 16 vetura kanë udhuru nga Go Plusi, 8 në Kosovë, 8 në Shqipëri. Edhe çka duhet bëni është me marr kodin, me shku te lojagoplus.com edhe me shkruajt kodin bashkë me dhënat e tjera. Kaq e thjesht është. Alo, përshëndetje, telefonata e radhës. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Nejati fi Italis. Si e Nejat? Mirë kaloj. Po më vjen shumë mirë. Nejat? Jo. Mirë edhe na që do të mundu me lypshit qarën. Qarena. Qarena. Po qarena. Kush ta gjen qarën ty? Kur kija din që të vyn? Kush? Po një burri thezë gjithmonë mu ka gjet.
afër e tash kohën e fundit bankomat. Bankomati, po ta gjenë qarën. Bravo, Benexhat. A ki shok të ngushtë ish bankomatin? Mirë është shqyr prej Zot. Po më vjen shumë mirë. Nexhat, e pas ke kryti punën e qarës, do më thonë. Po, mirë. Pas ka gjetë shokun më të mirë. Pas ka gjetë qarën vetit kë. Faleminderit shumë që na ke telefonu, po të përshëndesim shumë. Ditë marë, inshallah kalemi. Faleminderit ju më mboja. bankomat, po s'është shqipëna gjenë qarën gjë. Jo, ta gjonë qarën, po. Dritën e kuqe. Po ta bën grrp. Ej, për ndryshe, Ventoro Motors, ata motorët e bukur që në Fiona i kena përmend që ta gjojnë qarën për mi i kolonës, sidomos këtë kryeqytet. E kam bo një super qare, për ndryshe, qysh e bona një farë llogaritje, dikun 50 euro pi bjen muji, për me u bo me një motor deri në 125 kubik, që s'ka nevojë për me marrë leje ekstra, me këto veturës më shumë e vozi, që shumë me rëndësina thonë. Plus, edhe derivatet i kinë qatë shmem. Për një vjet ki me vozi, do më thonë, pa pas nevoj me mbush me derivatet ti vetë, se Ventoro Motors e ka kry këtë farpune për ty. Veç kime shku me u afru të punë, pa atje dhe mi thonë ka mundësi rafsh. Edhe sarë cilësh vi që i thu rafsh, adin, qështu, Ventoro Motors by Automita, që shumë shpejt kam i pasë në studio një ditë pjesën e dytë me fol pak për këta supermotora. Alo, përshëndetje, telefonata. Alo, përshëndetje. Me kë po flasim? Me Ekremin Pirovesit. Hajde Ekrem, tregom ty kush ta gjen qarën. Vallai, mu qarën më gjen vetëm rroga jeme. Vetëm rroga jote. Nëse mos u fokusoni veç te të mirat materiale ose parja në përgjithësi, se parja e dim që është qarja e gjithçkafit, po ka dhe njerëz që në shumicën e rasteve ta gjejnë qarën në momentet më të vështira. Shumë e vërtet, vetëm sot shumë pak njerëz kanë met, ti po thu që shumë pak njerëz kanë met, kështu që rnoft rroga, rnoft bankomati. Rnoft rroga derisa jemi gjallë. Faleminderit Ekrem, me të mira. Me të mira. Faleminderit, përshëndesim shumë. Komunikacioni, po, dalja e autostradës në fushë Kosovë, din që po thojnë më së menë, shumë e kolon gjallë, kështu që mundoni mi u shmong kësaj pjese. Se KTV-ja e pas kanë postu para pak minutave një video që kolona me kilometra është kalon vetëm në fushë Kosovë, domethënë. Kështu që mundoni më u largu mi u shmong kësaj pjese, po çka është tjetra? A ka rrugë alternative, shtrohet pyetja. Duhet me ardhi fushë Kosovës, prej Bresës, prej rrethit fushë Kosovës, tutje kolon deri te autostrada, aty për mi u ços autostradës keni kolon nga fshati Vragoli, pra këto janë pjesë më të ngarkuara sa i përket komunikacionit. Përveç këtyre në kryeqytet me kolone keni pjesën nga fshati Shkabaj deri poshtë Veternikut, rruga Gim Ramadani nga Ullkyqi Menzës te komuna Vena Sjelltas dhe rruga Tirana për tek rrethi prapa stadiumit Fadil Vokri. Këto janë informatat që kanë arrit në 049978978. Për juve që doni mja bo qarën vetës me u knash me një në ato spate mrekullueshme, me një masazh, me një Japanese head spa, po për juve që keni nevojë për me gjetë qarë, për me bo organizuna e fare eventi, është Swiss Diamond Hotel Prishtina që i kryen krejt këto. Veç duni me telefonun paraprakisht 038 220000 për me këshyra kanë vendet lira. Dhe për me organizu që ka dëtë që dëni ju në ato salat e mrekullueshme. Alo, përshëndetje. Qële? Unë e pranova telefonatën pas ka shku. Alo, Viber, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Ndëgjuse nga Prishtina. O, ndëgjuse, si e? Mirë, faleminderit. Ju, a jeni mirë? Mirë, faleminderit. Shumë e qetë ka ke ndëgjuse sot. Vallai nuk e di pse. Pse, bre? Jebe koha e mirë ndëgjuse, më zbaj gore? Mëngjesi mo ka qenë fantazi për ata të nxjuarat. Ka pak frym, po. Okej. Kush ta gjen qarën ty kur ti je kështu pa disponim? Mua mas pore familja, tani vjen porja, tani vin tjerat. Kush është ai personi në familje, se na nuk po shkojna tash me ishtim përgjithësi shoqënia, familja, den këta kush e po kush ta gjen qarën ty, një person që kur ki nevojë diçka më shumë ti ai ta gjen qarën. Për çka do koft? A din të vynë me thirr dikon telefon mos e më gjon që të numra e thotë që ta gjoj qarën, s'tash te kryen këtë farpune. Hajde kush? Mas pore gjente mi tani porja. Okej. Gjemt, okej. Faleminderit shumë që na ke thirr po të përshëndesim. Tong faleminderit. Po fam fat të tjera. Po vojna na i tim për pare, po thonë parja nuk është gjithçka. Tash kur po thojmë që kush ta gjen qarën, po parja. Po thoni tash shneta, lumturia, familja. Tash shnetën e ka, po lyp diçka më shumë ja gjen qarën dikush fillon.
Unë e thash cimin për arsye se kur kam ndaj problem me kompjuter e thirr cimin, kur kam ndaj problem me kerr e thirr cimin, kur kam ndaj pyetje për ndaj hotel, për ndaj diçka e thirr cimin. Domethënë kur do me fluturu për thirr Prishtina tiketën, s'po thirr mo, e kalon. Cilin destinacion ose kseasi ku mi hiasi, cimin bre, për gjithçka e thirr cimin, domethënë çka po thon Zvicër me shku ku me shku. Ja shpirtin. Çito, po falësh kështu. Jo bidashnis po e viça se skena. Nëse po shoqënia tek e fundit çta e ka. Me ta ngor shpirtin. Me ta rjep. Po e vresim tjetrën telefonat 049-978-978 edhe një numri i telefonit na tregoni qysh është gjendja në komunikacion, a u liru ajo pjesë për cilën u përfol që prej para 2 orëve që është e bllokuar apo jo. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Si gjithmonë Abedini. Ku je Abedina, je mirë? Mirë, faleminderit. Jo, ai në mirë. Për mrekulli, jo, veç çfarë të lodhme. Abedin, kush ta gjen çaren ty? Kolegun. Në top Kolegun form. Çusheki. Në top form. Mirë, është të gjetë çare për gjysmën e kolektivit. Jam të lyp çare. Për një farveni. Abedin, ty kush ta gjen çaren? Peshin për para të Kumara, shko se ta gjon çaren. Shko te Kumara se ta gjon çaren. Po. Po çaren më mirë se partneri jot kërkush nuk ta gjon, me këshilla, me të gjitha. Okej. Ti do të thonë mbështetesh te partnerja, te gruaja. Po, te gruaja. Më vjen mirë Abedin, se jën të ardh fjalë pak me vonesë, po mdoket, po të vjen zoni jam pak me vonesë. Faleminderit Abedin, vjen mirë që mbështetesh te gruaja për gjithçka, se ka njerëz që lypin çaren edhe dikun tjetër tani. Qysh ja. Po qysh ja. Po, Po e shollas ka nise. Faleminderit Abedin. Po së m'ka muze. Tani po. Jo, tisht. Tani lypi çare ç'a fola. Për Toyota për shembull kur ka ardh puna, për ato farë aksesorte, për sistemi që funksionon, aplikacioni kjo ajo, do me thonë me ato pyetjet përveç fatlumit atje në Toyota që edhe ati gjithashtu ja kam ngrënë shpirtin, edhe cimit këto gjithashtu. Ju që doni me pas një Toyota dhe me mësu gjitha sistemet e sigurisë që i ka Toyota, një prej veturave më sigurta, mos themi në krejt botën, e gjeni në Autotrade që ka sill krejt modelet e Toyota, se keni edhe versionin Luna që është në super ofertë, po keni edhe shumë modele tjera, si e gjarin më 3, Yaris Crossin, e keni po ashtu versionet më 3, plus e keni GR Sport 2025 që ka arrit në ngjyra 3, kështu që shkoni në Toyota edhe mësoni për këtë super mrekulli që quhet Toyota. Alo, përshëndetje, kjo ashtu kjesh se desha që ka me marrë një kritik, po s'nese. Se, çka ndodhi? Që thash, sërish gruaja s'ta gjen çare. Kush na përshëndet? Kush kritikoj? Çe kush? Luna nga Prizreni. Nana. Kush edhe nere? Luna nga Prizreni. Ku je Lona, si e si kalon? Një faleminderit. Qyshe kena Prizrenin sot, a është mirë? Mirë është pak me shi, me disa rika shiu, po mirë prapë. I bukur. Kush ta gjen çaren ty? Ma gjen burri çaren, ma afër. Do më thonë, çfarë do problemi që i kish i lyp me pas një zgjidhje u burrë kështu gjama çaren për çfarë pune? Patjetër që burri ta gjen çaren çdo herë. Bravo, po më vjen shumë mirë. Po më vjen shumë mirë. Faleminderit që na ke telefonu. Faleminderit edhe për juve, kaloni mirë. Tom. Faleminderit Lona. Për ndryshe nëse doni me boç me gjet çaren me ato mobilet e mrekullueshme, me një dhomë xhumit Dorian, me një tavolinë ngrënie zgjeruese plus me 4 karrika, nëse doni edhe një komod me pasqyrë Dorian. Po, kreto i gjeni edhe shumë çare tjera tek Enza Home në Çaklavice, keni kilometrin e 6 drejt Frezajt nga Prishtina. Aty e gjeni edhe ja tash bedding, mos harroni me shku me i pa ata dy shekte mirë, ja stakte mirë. Po ju met ma boni edhe se po anku është për qafë që ju met. Nesër ka me ardh. Me gjithë qare. Ja me gjithë qare, nesër. Alo, përshëndetje. Alo. Pas ka shku. Po, s'na ka prit, po thot s'po du mi u prit. Kjo të dregu diçka interesant. Dëgjëm, deri sot, jo, s'veç pak ullo, të bjerë me prit.
Qasja për tek rrethi i Çaglavicës nga Vetrniku lart me kolon. Vazhdo me qenë shumë ngarkuar dalja autostradës në Fushë Kosovë. Shmangjuni kësaj pjese. Nga Uglari për me dalë aty në Fushë Kosovë, edhe kjo pjesë e ngarkuar. Aty është një farë shortcut aty, po s'keni pse e merrni asat pjesë. Prej Vetrnikut poshtë deri tek rrethi i ambasadës me kolon, nga fshati Shkabaj deri tek stacioni autobusëve, pjesë e ngarkuar me kolon. Ja telefonata e radhës. Kjo nuk di domethënë, veç e imagjinova veten vend aty në që në komunikacion për momentin, edhe kur e kina i punë. Kur e kina i punë për shembull për gut, dush me shku jo fëmijë shkollë, jo çerdhe, jo kjo ajo, domethënë edhe me ngecën në atë far kolone, nuk di. Alo, përshëndetje. Përshëndetje edhe për ju. Hajde Joza, si jeni? Unë nuk e di cim duket se ja kam sheshit as të shtëpia. Qysh edhe një herë? Ja kum shu kamerën bre. I kena do kamera sekrete, po ju se dini. A dhe sa më thonë që ullan në karrejnë shpe. Sa më rejnë shpe. Ullë mos rënko. Imaginova Jozën të edicimin, a? Okej, hajtë po ullna. Joz, punën e pas ke përfundu, që shkoj dita sot? Pa mirë për marak. Mirë për marak. Edhe inshallah mos po bjen shi, për të zoti po bjen shi, se me dhe tjetë është i mirë se ardhëm shi. E i vetë minjeri që thot, inshallah bjen shi, krejt ankon për shi. Ja, dhe nësë po ankona bile, po këzona kur natën po bjen shi, e ditën po shkoha e mirë, se kena nevoj. Shumë i madh pak më shqetëson, se po bën edhe dëmet mdhaja, po për ndryshë ky shi ju simpatik si sot. Na kena nevoj. Këto ka nevoj mëre? Edhe ajri jon. Joz, kush ta gjen qarën ty? Shumë njerëz duhesh mi pasë të dy atër për me ta bo qarën, besën. Po te kon e ki? Unë e kam një shok se gjithë punë mundet ma bo qarën, dhe thët ata se mundet haj. Okej. E ki një shok? Po, plus e kam një ortaksi, punoj her pas herë me tha, e ajo është qokera. Dashte s'dashte. Do me thonë sa ri drejtosh për çka do që ke nevoj, ai është në gjendje me të ndihmu, qoftë financiarisht, qoftë edhe në çfarë do forme tjetër? Ja, absolut, ai s'kursen kur gjo, besëm. Vjen mirë që pas ke njerëz të tillë për rreth, edhe pse dini njerëzit kanë njerë me i keq përdorë dhe me i shfryzu këta njerëz. Po vjen mirë që ka njerëz mirë halo. Po e mundona mi mbajtur, mundona mos më bën ndryshime se ta. Normal, po. Me ndryshu për çdo vit, me ndryshu edhe njerëz. Jo, po kjo tregon edhe për ty, kjo tregon shumë edhe për ty, se ai përderisa vazhdon me qenë miku jot edhe që vazhdon me bëu për ty, domethënë kjo tregon shumë edhe për ty. E shka doshta me thonë për para se fuli fjot, je shumë e doshta me sëti. Pse bre vëthu? Pa qashtu se cimi t'ja shprejhe ata. Okej, që ma bën qarën gjithmona, po e thash publikisht, unë asë njerë se kom shef raportin edhe mitësin edhe... Që e jam një farë gjokeri. Po. Po më dhime njerë si ti se janë të ushduk për shtë dit. Me mujt me klonu cimin. Si kur se ona? Me klonu cimin, e se cila radio, e se cili televizion me pas ka një cim, shumë a mirë i këshim pas punt. Cimi të këmë thonë, ajo pëllëtur, cimi punën e ka në gjak, për të hava kje. E se ta shiritë menja, jo, vish, edhe më skuqen foshe, që po lidhje, po sa i përket pjesës teknike, Joz, po të kalzej që tu. Po. Mjera ata që e kanë hup, e lumna që e kena. O, cimi është të pauzu, cimi duhet halë, as 50% që te... Jo me më pauzë jam, bravo! Jo me shfar pauze që u pojë dritë. Më ka kalu këto e kamionën që më ka kalu. Faleminderit shumë. Për qafojmë Jos, faleminderit për fjallë të mira dhe ti e shumë i dashton. Nuk më faleminderit tu, se me dhe tjetë unë për thëmë ata shka mu më pëlqej shumë kur e shprejhe. Se edhe unë shpesha ja shprejhe një, se du, dhe thëtë shpeshu më kthejnë me gjysh me njërit, nuk e di, nashti si i dok nësi analfabet, si njëri thjesht. Pse me shprej dashni edhe respekt për dikon është analfabet? Jo, bre, jo. Me pakic kjo, po mire ka Joza. Po se kuptoj njerës, e kesh interpretojnë, a dini Joz që shtojnë ana, mos harroni me jap dashni, le ti çka thojnë tjerë, ju kryen e jën. Faleminderit to Joz. Edhe që qysh më nxiti me thirr se besoj se po ta diet më thirr. Hajde po përshëndesim, po të përshafim. Çfarë shun kom ka dalë? Tash orani mushtri. Çfarë po sinkra me mor. Sinkra. Kesh ti po elementet e mia, jo dini se ku do. E ka shtron tavolinën mirë Joza. Përshëndes, ciao, kalofsh mirë tung. Hajde, shihemi po shpresojmë me u organizu na herë kështu, po pak. Më organizu na herë kështu për me bo me shtu një tavolin bashk. Jo veç me ty, po me shumë prej juve që na telefonani e që na respektoni qysh prej fillimit këtij emisionit.
prej kur ja kena nis për herë të parë me Koavizionin, e kena shumë prej atyre që na shkruajnë edhe nga ata që e kanë dëgjuar këtë emision Glam Radio, që ju sa u bën 7 vjet ti emisioni 8. Edhe që na shkruajnë prej ditës parë, domethënë jam besnik tont. Faleminderit shumë. Përndryshe komunikacion ka edhe një herë ju them juve që jeni në përvetura më ju shmang daljes së autostradës nga Vetrniku për me shku në Fushë Kosovë, se është me kolon gjatë. Përndryshe nëse keni me shku në aeroport më mirë merrni far rrugë tjetër, bëni anë Kavrella, pian çashtu, është shumë lehtë sepse edhe dalja e Fushë Kosovës edhe Fushë Kosova është me kolon për mirëqas autostradës se keni me kolon nga fshati Vragoli, pastaj me kolon është rruga Agim Ramadani nga Ullkryqi Menzës te komuna Dhana Sjelltas, me kolon është edhe pjesa Arbris rruga me Krasniqi për me dalë te Kreti brapa stadiumit Fadil Vokri. Çështu është gjendja. Alo, përshëndetje Viber. Alo, përshëndetje Enisa. Enis. Alo. Veç pak se arrova diçka me ju kallëzu krejtve. Hajde, kallëzana. A ti këta që po e ka nërmen mu martu, mu feju, këta që po... Po. Qarën e gjojnë, po, qarën e gjenit e Rubini për ato nozat e bukura, mos harani. Se më rejke që të Rubini e shesha, më thonë është një vend ku më nëshmi a bo qarën vetit edhe jo vetëm vetës. Hajde pak me rrit direkt isha shko lidhja, jo, s'ka mosh ai s'po vetë ke sovjetiki, po the ki ka ma gishtin të këshyja bjerë ta ma. Jo, për fejje se martes. Po dhe, po që ta thash, ai s'po vetë ke, unë që ashtë ta thash, e kuptova unë që a thete. Thash zvet, ai vishtë ta ma gishtin, po dhe unazën. Hajde, tregom, kush ta bën qarën ty? Arsim, ne kam do njerëz, mirë po dhe me hanë kështu sigurt, e kam tash kur ta këqësh djallin e djallit migjes. Larg, pak, jo, s'ko ka larg, djallit migjes. S'është larg, jo, s'është larg. Po veç tash në krahasim për shembull me të babës, është një katër ma larg që thojnë. Po tash me dikon njëri në familje mund me qenë me një kushër e ma i lidhë si me djallë tashës, është normale, po. Me ato, unë e veç i shkruj, s'kom nevoj as me thirë. Edhe ta bën qarën. Veç të të kryme e ki, pavarësisht qka është. A është dikush që lyp qarë e piteje, kështu që të ka ty atë personin për mja bo qarën? Po, kam vëlla arsim për me mlyp mua qarë, i kam krejt. Jo, asi qarë, adin të letrës, po kështu qarë, ta më që të ka shoqe besdike. Në përgjithsi. Okej, po mja shumë mirë. I kam edhe nuk pritoj heq. Më thonë edhe ti... Vetë dëmon. Ti gjanë qarë, kam a mojën e me kryqat punë për si moj, nuk ka lidhje për me letra o diçka krejt tjetër, amo në to tjerat për shembull, veç a moj qatë, po nuk më drejtohet kërkush kur e din që s'moj. Faleminderit. Veç më tojnë e dim si ti munësh, po, kryma shfar moj s'ka problem. Faleminderit shumë që na ke thirr edhe pas një pasditë të mrekullueshme Enis. Edhe ju gjithashtu. Ciao, kalosh mirë, ton. Çe tjetra. Pas ka shku, okej. 049-978-978 edhe një numri i telefonit, po e lexoj sim një titull interesant, cilin kena me diskutuar në pjesën e dytë, po në pjesën e dytë kena me pas edhe një bisedë shumë simpatike për një tjetër festival muzikor që edhe pak ditë kanë mbet derisa të filloj, për atë festivalin e famshëm në Shëngjin, e dini për cilin po flas. Po titulli bëhet kështu: fuqia blerëse e euros në Kosovë ka rënë ndjeshëm në 2 dekadat e fundit. Çka po thua, me çka po blejnë ana? Tash na po blejmë, kur po shkojmë në për vendet tjera, ato 5 euro da beten dik. Okej. Po, kompenzim. Se shpejt veç po e lexoj kështu. Sipas të dhënave të publikuara nga Instituti GAP, që zakonisht bën hulumtime të tilla, thotë fuqia blerëse e 100 eurove në Kosovë ka pësuar rënje të vazhdueshme që nga viti 2005. Në atë vit 100 euro kishin vlerë reale sa 129 euro.7 të vitit 2015. Ndërsa në vitin 2025, kjo shumë ka vlerë reale prej vetëm 75.5 euro, bazuar në indeksin e harmonizuar të çmimeve të konsumit. Dhe me thonë 100 euro në vitin 2005, sot kanë vlerë vetëm 75 euro. 75.5, për qatë 500. Okej. Leja jo parkingu, jo kese, jo. Që tjetra? Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush telefonon? Mirë, si e Gaz, a je mirë? Mirë, jo, a një do. Mirë, falimderit. Gaz, kush ta gjenë qarën ty? Shtrojt pyetja. Vlau, jetojnë bashkë e trotën e jetë në kërbet, po kur jetë punat të mund gjitha herësh për mu këto. Okej. Gjitha rast. Po e boj edhe pyetjen që cimi e boni ma herët. Ti kujtja gjenë qarën? A je dhe ti qarja e dikojnë a gjithë?
Gjithmonë, janë disa një që edhe në normal familjes, edhe një që për shembull që kur ka nevojë për gjona normal që edhe na jetojmë por një kujna. Edhe zakonisht kam të treshu kështu që një tjetër të gjindemi. Shumë mirë. Në momente taktura, kur kemi nevojë këtë që shtojnë shpejt e shpejt. Mos lash zoti pa shoqni o gaz. Është shumë e vërtet, shumë e vërtet. Faleminderit, përshëndesim shumë. Respekt për dy matë. Respekt, faleminderit për qafojna shumë. Ciao. Para se me shku në Albi Mall edhe me marrë telefonatën e radhës edhe një herë po ju bëj thirrje juve që e keni marrë rrugën e drejtim për tek Fush Kosova, shmangju një pjesë së autostradës, gjithashtu e keni të ngarkuar edhe daljen nga Fush Kosova deri në Bresje. Pastaj qasja për tek autostrada është me kolon nga fshati Vragolin këto momente dhe qasja për tek rrethit Çaklavisës në drejtim të Prishtinës është me kolon gjatë. Këto janë informata që po arrim. Vazhdoni na dërgoni informata e poshtë dhe mesazhet që keni shkruar shumë, po veç në pjesën e dytë mujna mi lexu. Pas orës 17 i kena mesazhet kur i lexojmë. Pjesën e parë presim telefonata. Alo, faleminderit. Alo, përshëndetje. Faleminderit, po. Mirë kuptim. Ibadet si je? Mirë, jo. Se po kalan? Qyshe ke pas ditën sot ibadet? Mirë, me punë. Me punë ka pas shtu. Çfarë punë po bënë ibadet? Punojnë çdo punë. Po çfarë ibadet? Se pe di që puna, kur të punojnë puni bjen. Privat. Okej. S'po do më kallzu. Mos do të sta marr punës. Ibadet? Ja largë se në merr. Ku je bre ibadeti? Ku je që je larg? Po çfarë larg i Gjermani o ibadet? 2 orë pishitu, 2 orë e gjys. Po leja thore? Nëse shtash me kolon është a 3 bëj. Në aeroport, se atje më rrinë edhe ma shpejt. U kon kërukon, se tash është më larg. Hajde, plus me Prishtina tiket sa ora. Hajde tregom kush ta gjen çarën ty. Mu ma ban çarën kunota. Qa jetu thonë? Po, veç... Gruja vota, kush? Gruja kunotit. Okej, se kunotat pipjen edhe ane edhe knej, për shëta kështë të menu. Gruja kunota, me për çfarë dhe rosti me pas, veç i thamë, sot kryne e ki. Po edhe one kry punë shumë. Do më thonë edhe ti e qarja e kunotës, 2 kunotat. Pse s'pe bëni një kong, 2 kunotat, na i do zë. Me bo një kong për kunata dikush të mirë. Tash, jashtë të kësori marrë njësë. Kunatat i gjemë fungotat mira, shumë të mira. Më vjen shumë mirë. Sa mirë? Po që gjithmonë që si një djetë mirë. Kalani mirë shumë, ju përqin dhe rregullisht, po shumë falenderit. Shumë falenderit për qafin. Po paska kong për kunatat, se bashkina me kështu tash, mos duke paska plot. Kunatat si rrushi, kunatat kush? Jo, çfarë ti e paska një motrat Mustafa, e paskan tranu klike. E paskan tranu 2.8 milion kunata ju mbo bashkur me pakit. 2.8 milion kunata. Ngomni. Kunata që i ka mun, vallat ka kërkun. Ta një shatë mirën kër ju mbo kunatat bashk. Gotës e vepresën premierën e kongës. A me bëmi qelë më rana, kështu? Jo, të mira dalin. Fiona, shkojmë dhe në Albi të nga. Hajde po shkojmë dhe në Albi shpejt me vizitu edhe Rubinin që e përmendi simi edhe po këthimi mandej me telefonata edhe me fotot të komunikacionit. Si je? Mirë, falimderit, jo e një mirë atë. Mirë, falimderit. Si bi mas mirë ti si që? Në top form. Shumë mirë, po dukri të të. Form, po. Agim, tregom ti kush ta gjen qarën ty gjithmonë. A i kina i person kështu që sa rje në vështirësi e kap telefonin edhe e thirë. Fiona, tash morët për të vota, se njëri qarë du të posë, tash jetë është shumë me batica dhe zbatica. Po aja që është pyetja këtu,
Unë e kam motrën e madhe është në Gjermani edhe çikën e dytë tonë në familje. Këto dy persone, motra në Gjermani dhe vajza e dytë, që jeton aty me juve. Me këto dyja, me këto qëre, familja është e shtrejt. Unë nuk po them çdo kush e ka normal, po janë do persona caktuar që e krijon atë raportin. Unë i nresi ato çka unë presë edhe mendojmë gjatë vetë jetës. Kështu, unë ka shumë realitetin me tregu. Vjen mirë kum ditë bre që gjithë jeni far feministi kështu më rana në shpirt. I respektoni, i doni, vlerësoni çmon gjinin femrore agimi. A ke vret çdo përgjigje gjithmonë ka dikon atë far dozën e respektit që e tregon për gjinin e kundërt. Agim, faleminderit shumë. Me të mira. Unë këto kam prej natyre, jo për vetë ti Fiona edhe i po çajo është. Edhe respekt gjinia femnore kanë te unë çast fort ma vlet kon një femën te unë se sa një moshkull. Faleminderit Agim, të përshëndesim shumë. Jo, do të me vlerësu gjithë gjinit. Nëse dojna për me qenë barabar, do të me respektu të dy gjinit njësoj. Adin se nuk jem ai kështu po. Shpesh mi mundu me e vlerësu dikë tu e ul tjetrin, gjë që nuk është e mirë, se gjithmonë feminizmi është thirrë në ato që duke poshtruar edhe gjinin e kundër që nuk më pëlqen kjo mënyrë. Po Agimi aty deshti me dalë që e çmon shumë, po respekte, po. Respekte edhe për mashkujt. Domethënë me krahasu tamon njëri. Femën moshkull njeri, dhe që të jena tani tamon në bjen. Njeri, Agim, me të mira, faleminderit shumë. Shkoj Gima, u bolgati. Shkoj Ani, do në përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje se të ka me prit. Për shumë, Bilja. Po më vjen shumë keq, se që ashtu kera një telefonatave, adin, u mënesha t'i qysh ma shpejt mi thonë Fionës, po s'kisha qysh mi thonë. Ma me kështu ashtu, heq. Seriosisht, po vjen keq. Fionës pja besej që tash. A pse pja besën? Se nashta i zonit në pedin në kushëm veç e ushtrejt djallin e gjithë më banën. Trajni! Kush është kë? është trajneri Eugen. Qka jetë të thonë? Treqës të Prishtinës. Qysh më trajner dhe më thonë? Qitash vja besej. Që i tranon fmit. I tranon a i trajnon? A i trajnon ti? Dijat ka pak. Jo, ata po më trajnojnë mu, vëlla. Bravo, të më boja. Qfar trajneri je? Hajde se Fiona e din unë po bona që s'di kur gjo. Unë jam Eugen Afuna, jam trener i Centrës Sportive Prishtina, që të përcjelli. Po vjen shumë mirë. Do më thonë ti je trajner i futbollit, apo për grup moshat e reja? Trajnerotat e të reja, bravo. Edhe tash ta bëj një pyetje. Hajde. Bashkëmirë që na ke thirr. A kena mjaftu shumë talenta në Kosovë të futbollit? Prej juve nisët kjo, do më thonë ju e zbulani. është vërtet qash shumë menoj që ka, po gjatë rrugës është një sfidë e madhe, edhe bashkë në kuën kur duhet me përkro që aty tash u buon një faku e pak e keqe e gjysa dhe më thonë talentat që aty në kuën matë mirë ata pënallën për shupën jop interesimi. Kjo është pak ma shqetësuese, po kështu ai ka mbo këta djem, do më thonë si Amir Ramani, kush Vedat Muriqi, plot që kanë dalë pe Kosovës direkt. Ai ka bo tash këta tri me menu pak ma ndryshe, me ditë që edhe prej Kosovës më nësh me lun klubet mëdha, mu bo kampioni i Italisë. Është shumë e mirë, po shumë përkroje sidomos i familjes. Në aksioner, për shembull kur kom lutur në kotamon në gjenerat e Amir Ramanit, nëse këna posit përkroje, nuk na pos kushtet. Ai dikush e kalon krejt për kroje, kështu. Qitash i kanë kushtet, krejt i kanë veç duhet punë, pak sakrificë sportista të bëjmë pak. Duhet shumë punë apo? Duhet punë edhe disiplinë, unë mendoj më shumë se duhet disiplinë. Disiplinë, çito që po mënona mi thon Fionës, po ma vanon diellin. O disiplinë oj Fion. Po e dhune pi bërtas, pi thonë qyshme. Ai nuk e din që po vënohet, ti mos ja përmend. Ai se den ai menon që po mrin ku. Menon që ai gjithë në ku menon që orë. Po çashtu ti me mu fol privatisht, leti diellin. Fion prej sot do të na ka dole, ja s'po na përshëndet. Kush ta gjen xharën ty? Mua? Se kile do më thonë më mor. Ma shumë me prind se për me fëmijë di që knaqesh po me prind. A kom djalin talent se s'po ma shtym për para, unë e di që djali e mund shutën mirë me të majtën. Po i di në këto sene se i kum kalu po.
O kontrajner në botën e... Ta vjen djoli, më thonë gjenerata 7 vjet, 8 vjet. Fillim vjen ta bën e di djoni se shumë po është energjik, vesh lidh të shtën ka pak kështu. Vjen ushtrimin tjetër ta bën, ato kanë vërtet talenti. E pse jena të prirur kështu mos mi besu trajnerave, pse do të mos mi besu, pse mendojnë as që ti mundesh me shty dikon pse e nje? Nuk po them se na besojnë që ai tek që e bën aty, domethënë din kanë besim, po e kam pak që janë gutshëm, a din mendojnë që me javë talent edhe me mund me studion në Barcelonë. Nice. Kush ta gjen çorën? Ma gjen çorën vallojnë të kam një motër e vogla e kam në nashta gjenerata jamja. Çfarë më ato jam rrit ti shma për çfarë çka? Për egzonën më thua. Për egzonën. Ja, zamën, e përshëndesim, ne kemi kolegë nga radio televizioni i vendit. Po okay, përshëndes Egzonën. Okay, po e di kush është. Egzona Rahuna. Po e përshëndes Egzonën. Edhe po vjen shumë mirë që domethënë e përmendën motrën se nuk e di, por mendoj që shumica e vllaznive kanë një farë çare motrën. Sidomos në adoleshencë kena pas çare motrën. Hajde dalim bashkë, ti pritëm që atje, unë po shkoj që atje, çështu ja kena bë. Po, kështu çam i thonë, ne? Po. Kallzon çysh më apo. Unë veç do është pak me... shumë faleminderit që na ke thirr. Mi ftu edhe prind me ordë, nga angazhu fëmin, mi përkro. Bravo. Nuk do më thonë veç futboll, po... Ka njerë është ma mirë mi a pagu, do më thonë fëmive një seancë tërvitse, 1 muj, 2 muj, sa do të qovë, se sa mi a blini tablet, se besom që kini me po që shka me ndryshu. Faleminderit shumë që na ke thirr. Ju përshëndes shumë, faleminderit. Jeni shihemi, faleminderit. A i ka thirr garant vish me nanguc, po që i dul një intervistë serioze. E morra ne, për të që ta e morra me të mirë, ka dal, atin, që e fundit. Alo, përshëndetje. 5+, a o lodh? Jo, te a e lodh? Ja, e që që kam. O, zotri Ahmet. A i dhe mira, ja. Mirë, faleminderit me mëzita njofta zonin. Si mi pas ka hek mësteqit, ha? E i kum lëvam veç s'po mi vren, se mi kanë qitë doksi pudra. Së që ka ndryshuna i sen, jo, veç. Vitet me bojnë vetën, Ahmet, s'po shien. S'po shien, jo zbar, do, Ahmet, to. Edhe pak edhe kime menu që u bosi ty, po jo. Ahmet, kush ta gjenë qaren ty? Tregona shpejt se i e telefonusi i fundit. Qare, familja ashtu kështo? Ajo dihet, po ka edhe familjar që nuk ta gjenë qaren kur, kështu që përjashtohet kjo. I kam një dyshok. Po? Që sa herë të thirën nuk ka lidhe qysh ja përpare, qysh dalin ata më dalin veç ma bojnë qare. Për çka do që ki nevoj? Po shka, mërë hec, veç që thamë që shto kuj puna, se diskutoj bile 2 herë. E Jarani? Valla Jarani, ashtu kështu bile porzit, ma qiti bile qëto një akullore kështë. Qështë qarën e bukës, vish ajo t'ja bëjke. Kërë punat e shëqiri, të inzulina, e ko Jarani në atë mja gjithë qarën. Si erdha pej punë e mas pori, tha hajde ha qëto në akullore, ta në tha... A mëllëca ju pak. A penin, oj gru. Nash ti thëmë edhe një temës, qështu, nash ta mos pon pretë sot. Ahmet, faleminderit e pa gjithmonë jashtë mirë ofër me gjithë qare, definitivisht. Faleminderit shumë. Na po bojna pak shaka e këne janë, po definitivisht njerëzit që mundesh me llogaritën ta janë shumë të vlefshëm edhe po janë troll, po janë të vlefshëm. Cem, a kena kohë për një telefonat? Jo, s'kena kohë për një telefonat, se e kam edhe një foto të fundit që më ka ardhur prej Fatonit që po na tregon për hyrjen në Prishtinë që është me kolon nga kazerma Adem Jashari apo nga AKI-ja. Është me kolon me vazhdu tutje. Përndryshe krejt mesazhat që keni dërgu kena mi lexuar pjesën e dytë, se i kum pas që keni shkruar po s'kena mujt me lexu. Mos harroni me bë ato që duni me bë gjithmonë me jap shumë dashni. Deri nesër pasi të shëndet. Faleminderit gjithëve për çdo telefonat dhe për çdo mesazh që keni shkruajtur. Qëndroni me ne sepse jemi edhe për një orë bashkë me Glam Radio në 86 edhe 102 FM. Përndryshe për ju shikuesit e Koavizionit, shihemi nesër. Tung tung.